Këtu Allahu më ndoshta ka veçuar besimtarët nga muslimanët. Por të thënë edhe muslimanëve ngrirën nivelin e besimtarit për të agjeruar. Po jo thjesht për të agjeruar në aspektin fizik, por për të agjeruar në atë lloj forme që ju mundson ju të arrini devotshmërinë, të furnizoni me vlerën e devotshmërisë. Bukur që është besimtari. Shkurtimisht besimtari është ai i cili e shijon me Zotin adhurimin, e shijon me Allahun punën e mirë. Ai për shembull kur e merr sadekan besimtari, ndryshe nga muslimani, e merr sadekan edhe jep atij fukarait, apo nevojtarit, apo dhe punë të mirë sociale. Ai me fjalë e ndjen dhe e kupton, ka vetdijen se ajo sadeka para se të bie në dorë të fukarait ka rënë në dorë të Zotit. Kjo është vetdia imanore. Kur shkoj dhe fal namaz, bukur, ajo që më nxit mu për shkuar rreth parë për shku të fal namaz në xhami është hatri i Zotit. E dyta, në momentin që unë fal namaz, unë jam me Zotin. Kjo është stadi besimtarit. Do të thotë unë e di dhe e ndjej dhe jam i vetëdijshëm që Zoti është përballë me. Ky është stadi besimtarit.